Neve gjithmonë kemi fol rreth ekipit tonë kombëtar se kemi potencial, por çdo herë gjatë rrugtimit apo cikleve që ishin kualifikuese çalojshëm. Mirë po këtë herë e shfrytzuam atë potencialin ton dhe kjo ndoshta me thonë është edhe fal selektorit Foda i cili po bën një punë të mirë me ekipin ton kombëtar dhe po shfrytëzohet maksimalisht ky grup që e kemi. Kështu këtu edhe shumë futbollistë apo disa futbollistë që i kanë ardhur së fundmi, të cilët e kanë plotësuar mjaft mirë ekipin ton dhe po bëjnë një lojë shumë të mirë. Kur e kemi pa shortën dhe i kemi pa kundërshtar, sigurisht që kemi qenë skeptik për shkakun se bëhet fjalë për kombëtare shumë të forta, siç janë Zvicra, Suedia dhe Slovenia po ashtu. Dhe nuk është kohë çudi apo edhe më me thonë lirisht e pranoj. Edhe pse nga natyra nuk jam i tillë, sepse shpresoj gjithmonë që futbolli duhet pa në atë mënyrë duke besuar gjithmonë. Mirë po mendojsha që edhe nëse mbesemi të fundit në tabel nuk do të ishte çudi. Mirë po ndryshoj gjithçka gjatë rrugës, edhe pse e nisëm keq. Humbja ka mujt me qenë me Zvicrën shumë e lehtë, por ajo çfarë ndodhi, domethënë atë ndeshje dhe si pranuam gollat, u dukëm të thyer, u dukëm që jemi dorëzuar qysh herët. Mirë po ekipi jon kombëtar fatmirësisht s'kan menduar ashtu me në krye selektorin Foda dhe qysh në ndeshjen e kthim ndeshjen e dytë radhës me një kundërshtar super të fortë, me një ekip që ka sulmues ndoshta më të shtrenjtit në tregun e futbollit në botë, ata erdhën dhe i gjunjëzuam. Domethënë ajo masnej na dha një shkëndijë tjetër dhe filluam me besu që mund të arrijm të paktën vendin e dytë, gjë që ndodhi dhe sigurisht na gëzon kjo neve të gjithëve edhe tashmë na rritin edhe apetitet për të besu edhe për sukseset e radhës, të cilat janë ato të play-offit, ku tash veç po i presim edhe kundërshtar. Çka të ka bëu përshtypje më shumë te Kosova gjatë kësaj ecërisë, gjatë kësaj kampanje? Sidomos po flasim në këto 4 ndeshjet e fundit as gol s'kemi pranuar. Po nëse kishim mënalte karakteristikat të cilat i kemi shfaq si gjëra pozitive, nga shumë prej tyre ajo që duhet veçuar është pjesa e mbrojtjes. Pjesa e mbrojtjes nënkuptohet, mbrojtja themi gjithmonë se fillon nga sulmi, por është ajo golla e paprekur. Pra kjo vjen si pasojë një lojës të fortë dhe asaj çfarë është dashur me vepru qysh për ndeshjes së parë. Mirë po, fatmirësisht kemi reflektuar qysh herët dhe kemi aplikuar një lojë ndryshe ku fokusi ka qenë faza defanzive, sepse kjo vjen edhe si pasojë një analizës që bëhet për shkak se kundërshtarët gjithmonë i konsiderojmë që janë më të fortë në letër dhe në traditë më tutje, dhe duke pas parasysh këto është kthy një formacion ndryshe, është bën një pozicionim krejt tjetër dhe ka rezultuar suksesshëm. Unë them edhe e thot opinioni i futbollit, komuniteti i futbollit, ekspertë e futbollit e thojnë një që thojnë është sulmi fiton ndeshjen, mbrojtja fiton titullin. Pra këtë rast neve na e fitoi këtë kualifikim mbrojtja, sepse duke qenë porta e paprekur neve i kemi marrë rezultatet e plota, ku kanë mjaftuar dhe me nga një gol me marrë 3 pikëshin. Kështu që këto kisha me veçu si karakteristikën kryesore të ekipit ton, këto ndeshje. Mirë po dhe ka pas një energji tjetër, një atmosferë ndryshe, ka funksionu gati çdo repart. Janë konë element të tyre secili që është përfshi, janë përfshi shumë futbollist. Kjo edhe detyrimisht në një farë forme, sepse ka pas lëndime, ka pas të ndëshkuar, apo ka pas të lojtarë që se kanë pas minutazhin e mjaftueshëm në skuadrat e tyre dhe është përfshi thuajse gjithë
gjithë grupi dhe ata që janë ftu, përveç ndoshta pe krejt futbollistëve vetëm portieri Visarbeka deri sot nuk është përfshi në një minutë apo më tepër. Përndryshe të gjithë tjerë, domethënë portierët veç në Aram më i ndru. Sakt. Qysh në ndeshjen e fundit ndodhi që Aram mori mos tjetë dhe është kry detyra me sukses edhe nga zëvendësuesi. Pra në çdo repart, në çdo futbollist ka qenë në nivel detyrës kemi marrë edhe është një ndalën pa dhe futbollistë tjerë që ndoshta para 2 vite nuk janë konsideru futbollistë që mund në një të ardhmen më të largët ndoshta por kam fjalën edhe për Gallopenin i cili heq më larg se një vit e gjysmë ka qenë futbollisti i Superligës apo mund të themi që edhe ka pas ndoshta ndeshje edhe me Unis Tenishat e Prishtinës. Kështu që me një pyrë shumë shpejt edhe ai është bo pjesë e kombëtarës dhe atë me një paraqitje që për çdo ndeshje ka pas ndoshta për mendimin tim ka merituar notë maksimale. Se është portieri kombëtarës e shumë skuadrave kosovare, kisha pas qef me pas një vlerësim të ëndëm për Aro Muriqin, edhe Aro Muriq që shohim viteve të fundit sidomos është vendosja në kampionatin e Italisë, si duket e ka transformuar edhe ato si karakter, si personazh, si sportist, si gjithçka. Shihet më ndryshe një paraqitje e tij krejt tjetër. Po është një portier që ka me të vërtet shumë cilësi. Mirë po duke mos gjetë vetën është edhe të vetë skuadrat ku performante, ajo masnej mund edhe të ishte shkaktare për mos me pas kontinuitet, se dyshime për cilësi nuk ka pas asnjëherë, mirë po tashmë që është largu nga futbolli anglez, turk dhe së fundmi tash që është arte kjo Series A, ku e ka marrë formën e tij, po ka paraqitje të mira dhe po bën tash paraqitje të mira dhe me kombëtarën i cili ka qenë decisiv në ndeshje, sidomos me 2 ndeshjet me Suedin, ku ndoshta edhe nga vet ato intervenimet e tij, topi është dëbu dhe nga ai dëbim është vazhdu aksioni i cili ka përfundu me gol. Pra mund të themi që edhe te porta jena tash shumë më mirë, qëndrojmë mirë, kemi edhe opcionet që vinë, edhe ata janë domethënë me potencial të mirë, kështu që e kemi një grup, mendoj që është tepër lart, shumë më lart se sa që kemi qenë viteve të kaluara dhe po besoj që ky duhet shfrytzu, ky potencial i gjithëve dhe ta kurorëzojmë me një sukses, pra jo vetëm me këtë kualifikim në play-off, por edhe një kualifikim për botëror. Nesër ballafaqimi me Zvicrën, çka realisht duhet presim nga kjo sfidë? Po, unë mendoj që duhet që nga nesër të mendojmë për ndeshjet e play-offit. Dhe të shfrytëzohet kjo ndeshje pikërisht për këtë, të marrim diçka më të mirë nga kjo, ta ruajmë këtë kontinuitet, futbollistët të vazhdojnë ta kenë këtë besim dhe ta marrin shumë seriozisht. Po ashtu është një rast i mirë që edhe vetë publiku ose tifozët gjithë ne ta kemi mundësinë të duart rëkasim, të falenderojmë për emocionet, rezultatet që na i kanë sjellë deri më sot, pra në këtë cikël të kualifikimeve. Prej kësaj që ke përcjellë deri tash, ky formacion aktual i Frankofodës, a e pamundson me një farë forme prezencën e Edon Zhegrovës? Normalisht, kjo që është apliku ndeshjeve të fundit, Zhegrovën pak sa e lënë anash për shkakun se e thamë edhe më herët, loja po aplikohet duke fillu nga mbrojtja, duke fillu aspektin defanziv dhe ne e dim që Zhegrova armë
më të forta e ka do thot pjesën teknike, e cila gjithmonë është e nevojshme edhe kur aplikan lojë defanzive, dhe mendoj që ndoshta edhe për një kohë shkurt edhe vetë Doni nuk është në gjendjen e tij më të mirë fizike, dhe për atë arsye edhe mund të jetë edhe kjo shkaku se do të qëndroj si opcion rezervë. Mirë, po Doni ka potenciale, nëse edhe Doni e pranon një lojë të tillë, një pozicionim të tillë, mund t'ja dalë edhe ai, sepse e ka edhe Doni atë grindën, e ka, do thot shihet brenda atij ekziston e grind, po e përmend grindën për shkak se ajo duhet në një lojë të fortë burrore ku çdo minutë, çdo duel është i rëndësishëm, po mendoj që nëse ai e pranon në vetvete se duhet të sakrifikohet, sepse shumë futbollist botror ka pas periudha ku është dashur mu sakrifiku. Ndoshta ja vlen me përmend periudhën e Interit, me që jam edhe tifoz i kësaj skuadre, kujtoj shumë mirë kur ka qenë Mourinho dhe e kemi fitu Champions League-ën, e kanë fitu Champions League-ën se shpesher kur flasim. Njëjës. Ka qenë, do thot, një super sulmus, i cili e ka pranu edhe vetë se është dashur të transformu komplet. Është transformu në një futbollist i cili ka dalë për rolit tij, me që ju është dhënë si detyrë edhe ka kryer me shumë sukses për me pas statistikat të cilat jemi mësuar se ai u mësu me vetveten mi pas në sezonet ku ka luajt në skuadrat e tij, dhe atë vit do thot kanë qenë ndoshta sinata me ditën mirë, po skuadra i ka marrë ato çfarë e kanë pas synim, domethënë kanë fituar gjitha që kanë fituar, domethënë është tripleta, e cila është një prej periudha apo viteve që konsiderojnë se është më i suksesshëm. Kështu që edhe në këtë rast muj me thonë që edhe Zhegrova duhet veproj ashtu nëse veç i kërkohet, edhe kuptohet, kjo është alama madhështore kur flasim për te kombëtarja. Është periudhë më e shkurtër, nuk është një vit i plot apo 30 sa ndeshje, 40 sa mund t'i nxjerrë një kampionat me gjithë ato ndeshjet edhe të kupave apo të Champions League apo kudo që marrin pjesë ekipet. Këtë te kombëtarja mund të jenë ndoshta 5-6 ndeshje në vit, andaj nuk duhet pa performanca individuale sa është me rëndësi edhe ajo kolektivja, në mënyrë që më bo krenar edhe vetë ata në fund, sepse me vërtet arritjet që mund t'i krejnë kombëtarja dhe kënaqësinë apo ndjenja që të jep fitoret apo sukseset që i kemi kombëtarën nuk mund t'i marrësh me cilën do skuadër që mund t'lush, paktën në kështu mendoj. Edhe e fundit, qysh është ndjenja ose qysh janë ditë kur e ke marrë pas pranimit ftesën për kombëtarën e Kosovës, edhe qysh është realisht për një sportist kur ftohet te kombëtarës? Për ne që ishim shumë gjatë të izoluar, edhe që jetonim, ushtronim, luanim gjithmonë me shpresën se do të vi dita e pranimit, do të vi dita ku ne do të mund edhe të luajmë ndeshje me kombëtare tjera, do të thotë veç fakti që kemi vuajtur aq gjatë dhe kur erdhi momenti, domethënë ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë. Edhe pse neve kishim grumbullime, kam pas ftesa edhe gati thuja gjatë gjithë karrierës, por e veçanta ishte se po e lunim ndeshjet e para, edhe dinim që mo tash po hapet një derë për ne. Fatkeqësisht ndoshta jo në moshën më të mirë, sepse sikur të kishte ndodhur më herët, do të na u krijojshin mundësi shumë më të mira si mu dhe bashkë lojtarëve të mi, disa gjeneratave që
për fat keq nuk kemi arrit me i shiju këto mundësi që i kanë sot, dhe neve në erdha ajo ditë, normalisht një shumë e veçantë, domethënë një farë forme një përmbledhje apo përkufizoj me një fjalë ku thëm kurorëzon gjithë atë angazhimin, gjithë atë mundin që e bën domethënë me përfshirjen kombëtare, me paraqitjen me kombëtarën, mendoj që është ajo kurora e gjithë asaj çfarë ti ndërton për futbollin. Domethënë s'ka ndjenjë më të mirë dhe me të vërtet është edhe për këtë sot hala më mirë për shkak se edhe pse luajnë për shumë skuadra të mira, kanë kriju karrierë të mirë, prapë unë mendoj që po e marr guximin e folën emër tyne e përjetojnë me shumë veçantësi. Faleminderit shumë Kushtem që ishte sonte me neve, ishte kënaqësi me dëgju opinionin tënd, mendimin tënd rreth Kosovës dhe rreth Vesulisë. Faleminderit për ftesën, unë ju uroj vazhdimsi ekipit tonë kombëtar, ilmoshav tonë ju uroj suksese qysh nga nesër, por më shumë ju uroj edhe në ndeshjet që i presim, pra i kemi 2 finale, e shpresoj që të dalim me sukses, edhe kushta kena mundësinë edhe fatin me shku me i përcjell në Amerikë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi si gjithmonë.